Këshilla e dytë për femrën muslimane. Gruaja muslimane është e kujdesshme për faljen e 5 kohëve të namazit me nënshtrim të plot dhe me abdes në kohën e duhur, duke mos e preokupuar prej namazit me asgjë tjetër dhe duke mos penguar prej adhurimit asnjë dëfrim. Tek ajo shihen qartazi gjurmët e namazit, për shkak se namazi e largon prej imoralitetit dhe të këqijave dhe është fortifikat e madhe prej mëkateve. Këshilla e tretë. Gruaja muslimane është e kujdesshme në veshjen e mbulesës dhe ajo nderohet e fisnikrohet me veshjen e saj. Nuk paraqitet vetëm se e mbuluar duke kërkuar mbrojtje prej Allahut Azza wa Jall dhe duke falendruar atë që e fisnikroi dhe e mbrojti me veshjen e hijabit dhe dëshiroi pastrimin e saj. Thot i lartësuari: "O ti i dërguar, thuaj grave dhe vajzave të tua, si edhe grave të besimtarve, që të lëshojnë mbulesën e tyre për rreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të ndjehen e të mos ngacmohen nga të tjerët."